3 zjarre në një shtëpi, Eliona nuk e kishte zakon të fliste pa menduar. Por atë mbrëmje, fjalët i dolën përpara arsyes. Ata ishin në oborin e brendshëm të shtëpisë, dritat mbi kokë, ajo i rënë nga gjithçka që nuk ishte thënë gjatë ditës. Çfarë po bën kështu? I tha ajo Limit, pa e ulur zërin. A e kupton që këtu janë 3 vajza që po çmenden pas teje? Heshtje, banorët e tjerë ndalën frymën. Kamera u afrua. Ky ishte momenti që nuk kthehej mbrapa, Limi e pa drejtë në sy. Nuk buzëqeshi. Nuk u justifikua. Vetëm tha, qet, me atë ton që ndes më shumë se britma, kështu jam unë. Kaq mjaftoi, në anën tjetër të oborit, Nora shtrëngoi nofullën. Duart i dridheshin. Prej ditësh kishte mbajtur brenda ndjenjat, duke u shtyrur e fortë, duke buzëqeshur para kamerave. Por ajo fjali ishte si shkëndim mbi benzinë, gjithmonë kështu, përshpëriti ajo. Gjithmonë los me zjarr. Ajo u largua me hapa të shpejt drejt dhomës së gjumit. Brenda, përballë pasqyrës, shpërtheu. Gishtat ju futën në flok, jo nga dhimbja fizike, por nga ajo ndjesi e humbjes së kontrollit. Lotët nuk i dilnin. Vetëm nervi. Vetëm mlefi, ndërkohë, në sallon, Arta nuk po duronte më. Ajo nuk ishte tipi që qante në heshtje. Ajo përballej. Kur pa rivalen e saj të afrohej Limit me një buzëqeshje të vogël, diçka ju këput brenda. Mjaft, tha ajo, duke u futur mes tyre. Mos bëni sikur nuk e shihni çfarë po ndodh. Zërat u ngritën. Fjalët u bën të ashpra. Nuk kishte goditje, por kishte afrime kërcënuese, gjeste nervoze, duar që lëviznin në ajër. Banorët e tjerë u ngritën për t'i ndarë. Arta ishte e skuqur në fytyrë, syt i digjnin, ti mendon se je e vetmja? I tha ajo rivalës. Këtu të gjitha po luajmë të njëjtën lojë. Ndërsa tensioni shpërndahej me vështirësi, Eliona ishte tërhequr pak më njanë. Ajo nuk bërtiste. Nuk qante. Ajo po mendonte. Dhe mendimet e saj ishin më të rënda se çdo shpërthim. Më vonë, vetëm në dhomën e rrëfimit, ajo uli kokën dhe foli me zë të ulët. Por të prerë, unë nuk po luftoj për askën. Por nëse dikush mendon se mund të më përdor si ndalesë të përkohshme, betohem se nuk do ta harroj. Nuk ishte kërcënim. Ishte vendim, ndërkohë, Limi rrinte vetëm në obor. Zhurma ishte shuar, por pasojat jo. Ai e dinte që mënyra e tij e të qenit linte gjurmë. Jo gjithmonë aty ku duhej. Ai mori frymë thellë. Për herë të parë, fytyra e tij nuk dukej e sigurt, 3 vajza, 3 mënyra për të reaguar, një shtëpi që nuk haron asgjë, dhe publiku, diku larg, që do të shite vetëm sipërfaqen, pa e ditur se brenda atyre mureve, ndjenjat nuk ishin lojë, ishin luftë. Zjarri që nuk dukej, por ndjehej, Dolce nuk e kishte menduar kurrë se një heshtje mund të digjte kaq shumë. Dhoma ishte e mbushur me dritë të zbeth, ajo lloj drite që nuk vjen nga llambat, por nga momentet që janë gati të ndodhin. Limi ishte aty, jo shumë larg, jo shumë afër, mjaftueshëm sa prania e tij të ndiej në ajër, në frymëmarrje, në lëkurë. Ajo rrinte e qetë, por brenda saj gjithçka lëvizte. Çdo mendim i shpërndar, çdo ndjesi e përmbajtur, çdo pritje që ishte mbledhur prej ditësh, ndoshta prej javësh. Nuk ishte vetëm dëshirë. Ishte ajo ndjenja që lind kur 2 njerëz e dinë se diçka do të ndodhë, por ende nuk e prekin. Limi e shikonte pa e ngulur shikimin. Ishte ai lloj vështrimi që nuk pushton, por fton. Dolce e ndjeu. Ndjeu se po afrohej diçka e butë dhe e fortë njëkohësisht. Zemra i rrite ngadalë, por thellë, sikur po numëronte sekondat. Kur ai lëvizi, ishte pothuajse e padukshme. Një hap i vogël. Një afrim i lehtë. Asgjë dramatike. Por për të, ishte si një valë që afrohej në breg, e qetë, por e pashmangshme. Ajo ngriti sytë dhe u takuan. Në atë çast, gjithçka tjetër humbi rëndësinë. Nuk kishte kamera, mure, zëra. Vetëm ajo ndjenje e nxehtë që i ngrihej nga stomaku drejt kraharorit. Ajo e kuptoi, po digjej nga brenda, jo nga nxitimi, por nga pritja e gjatë. Ai nuk e preku menjëherë. Dhe kjo e bëri gjithçka më intensive. Afërsia pa kontakt ishte më e fortë se çdo prekje. Frymëmarrjet e tyre u sinkronizuan pa e kuptuar. Dolce ndjeu ajrin të rëndohej, sikur çdo molekul po mbante një sekret. Kur buzët e tij ju afruan, ajo nuk lëvizi. Nuk kishte frikë. Vetëm një dorëzim i heshtur.
Puthja erdhi ngadalë, e kujdesshme, si një premtim që nuk do të thyej. Ishte e butë, por e mbushur me emocion të papërmbajtur. Dolce mbylli syt instinktivisht. Në atë çast, bota u tkur në atë ndjesi, nuk ishte një puthje që kërkonte. Ishte një puthje që ndjente. Qëndroi aty, gjatë, e qetë, por e ngrohtë. Dolce ndjeu sikur po shkrije jo nga nxehtësia, por nga lehtësimi. Si të më në fund dikush po e shihte ashtu siç ishte. Kur puthja u thellua, nuk kishte ngud. Ishte një ritëm i përbashkët, një gjuhë pa fjalë. Çdo sekondë zgjaste më shumë se zakonisht. Çdo ndarje e vogël mes buzëve sillte një dëshirë të qetë për t'u kthyer sërish aty. Dolce ndjeu një dridhje të lehtë në shpinë, jo nga prekja, por nga kuptimi. Ajo e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një moment. Ishte një ndalesë në kohë. Një çast ku gjithçka e vjetër humbiste peshë dhe diçka e re merrte formë. Kur u ndan pak, ballët e tyre u prekën. Frymëmarrjet ishin të thella, por të qeta. Ajo buzëqeshi lehtë, jo nga lumturia e zhurmshme, por nga ajo e heshtura që mbetet gjallë. Limi nuk tha asgjë. As ajo. Nuk kishte nevojë, ajo ndjeu se zjarri brenda saj nuk po shuhej. Po bëhej më i qetë, më i thellë, më i qëndrueshëm. Një zjarr që nuk diqte për të shkatëruar, por për të ndriçuar, dhe në atë heshtje, Dolce e kuptoi se disa puthje nuk janë fundi i diçkaje. Janë fillimi i një historie që nuk ka nevojë të shpjegohet. Mëngjesi kishte ardhur pa zhurmë, siç vijnë vetëm ato mëngjese që nuk kanë nevojë të nxitojnë askënd. Drita e parë e diellit po hynte ngadalë nga dritarja, duke u shtrirë mbi muret e dhomës dhe duke lëvizur pothuajse pa u ndjerë. Ora nuk kishte rënë ende, por ajri e kishte atë ndjesinë e fillimit të një dite të re. Limi ishte zgjuar pak më herët. Nuk ishte zgjuar nga ndonjë alarm apo zhurmë, por thjesht nga ajo ndjesi e brendshme që ndonjëherë të hap syt pa arsye të dukshme. Qëndroi për disa çaste i shtrirë, duke dëgjuar heshtjen përreth, pastaj u kthye ngadalë nga ana e hygertës. Ajo ishte zgjuar gjithashtu, por nuk lëvizte. Syt i kishte hapur. Të qetë, sikur po mendonte për diçka që nuk kishte nevojë të ndahej me fjalë. Frymëmarrja e saj ishte e rregullt, e butë. Limi u ul pranë saj me kujdes, sikur të kishte frikë se mos e prishte atë qetësi të brisht. Për disa minuta nuk ndodhi asgjë. Vetëm prania e tyre, pranë njëri tjetrit. Pastaj, pa folur, Limi e ngriti dorën dhe e vendosi lehtë mbi shpinën e saj. Prekja ishte e ngrohtë, e ngadalshme, pa asnjë nxitim. Filloi ta fërkonte shpinën me lëvizje të vogla, të qëndrueshme, sikur po vizatonte një ritëm që vetëm ata të dy mund ta ndjenin. Minutat e para kaluan në heshtje. Hygerta mori frymë thellë dhe trupi i saj u çlirua pak nga pak. Ishte një ndjesi sigurie, një kujdes që nuk kërkonte shpjegim. Limi vazhdonte me të njëjtin ritëm, duke mos ndryshuar shpejtësinë, duke e lënë kohën të bënte punën e saj. Drita jashtë u bë më e fortë. Zhurma e largët e qytetit filloi të dëgjohej lehtë, por brenda dhomës gjithçka mbeti e qetë. Çdo lëvizje e dorës së tij ishte e menduar, sikur po përpiqej të largonte çdo mbetje lodhjeje nga shpatullat e saj. Pas disa minutash, Hygerta u lëviz pak, jo për t'u larguar, por për t'u afruar më shumë. Ajo nuk foli, por trupi i saj e tregoi qartë se ajo ndjej rehat. Limi e vuri re dhe buzëqeshi lehtë, duke vazhduar pa e ndërprerë ritmin, koha dukej sikur ishte shtrirë. Nuk kishte rëndësi sa minuta kishin kaluar. Ishte një moment që nuk matej me orë, por me frymëmarrje dhe qetësi. Limi mendonte për gjëra të vogla, për ditën që i priste, për biseda të thjeshta, për kafen e mëngjesit. Mendimet vinin dhe iknin, pa u ndalur gjatë. Hygerta, ndërkohë, ndjente se mendja e saj po qetësohej. Çdo fërkim i shpinës ishte si një kujtesë se nuk ishte vetëm, se kishte dikë pranë që ishte aty pa kushte. Ajo mbylli syt për disa çaste, duke e lënë veten të qëndronte në atë ndjesi. Minutat vazhdonin të rridhnin ngadalë. Limi ndryshoi pak lëvizjet, por jo ritmin. Ishte një ndryshim i vogël, pothuajse i padukshëm, që e mbante momentin gjallë pa e prishur qetësinë. Ai ndjeu se sa e rëndësishme ishte kjo afërsi e thjeshtë. Pas rreth gjysmë ore, gjithçka kishte marrë një qetësi tjetër. Jo atë qetësinë e fillimit, por një qetësi më të thellë, më të ngrohtë. Limi e uli dorën ngadalë, jo sepse donte të ndalonte, por sepse momenti kishte arritur natyrshëm fundin e vet. Hygerta u kthye pak nga ai dhe i hodhi një vështrim të butë. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Një buzëqeshje e lehtë, një frymëmarrje e qetë ishin të mjaftueshme.
Ata qëndruan edhe disa qaste pranë njëri tjetrit, duke e ditur se ajo gjysmë ore e qetë do t'i shoqëronte gjatë gjithë ditës. Mëngjesi kishte filluar vërtet, por ajo që kishte ndodhur në ato 30 minuta mbeti si një bazë e qetë mbi të cilën dita mund të ndërtohej. Hygerta nuk e ngriti zërin menjëherë. Dhe kjo ishte ajo që e bëri momentin edhe më të rënd. Ata ishin ulur në sallonin e madh, dritat e forta mbi kokë, kamerat të palvizshme, publiku i padukshëm pas xhamit. Alba po fliste ende, me atë tonin e butë që zakonisht fitonte simpati. Duke e lodhur, po thuaj e thyer. Një figurë e pastër e viktimës së radhës, Hygerta e shikonte pa e ndërprerë. Me duart e kryqëzuara, shpinën drejt, sytë e palëkundur. Kishte pritur. Kishte dëgjuar. Kishte parë se si historia ishte shtrembëruar me kujdes, pastaj foli, dëgjo, tha qetë, por mjaftueshëm fort sa të gjithë të ndalonin frymën. Mbrëm dole para publikut si viktim. Alba u shtang. Çfarë po thua? Hygerta u afrua pak. Jo për ta kërcënuar. Për ta detyruar të dëgjonte, po ta them në sy, pa kamera që të shpëtojnë. Viktimë e ndërtuar. Me lotë të zgjedhur. Me fjali të llogaritura. Një murmuritje kaloi në dhomë, Alba u përpoq të buzëqeshte. Nuk e di pse po më sulmon. Sepse nuk po të sulmoj, ja ktheu Hygerta. Po të çmontoj. Heshtje, ti nuk je ajo që po përpiqesh të dukesh, vazhdoi ajo. Dhe mbi të gjitha. Nuk je aq e pafajshme sa do publiku të besoj. Alba u ngrit në këmbë. Mos guxo, do të guxoj, e preu Hygerta, tani me një ton më të mprehtë. Sepse dikush betyr ta thotë. Ti je thjesht goma rezervë. Fjala rarën, goma rezervë e limit, shtoi, pa e ulur shikimin. E përdorur kur i duhet, e haruar kur nuk i hyn më në punë. Alba u zbardh në fytyrë. Ti nuk e di çfarë flet. E di shumë mirë, tha Hygerta. E di si rri pranë, por gjithmonë një hap mbrapa. E di si shfaqesh vetëm kur dikush tjetër mungon. Dhe e di si e shfrytëzon rolin e viktimës për të marrë simpati. Lotët i erdhen Albes, por këtë herë nuk dukej si strategji. Dukej si çarje, ti po më gjykon, përshpëriti, jo, ja ktheu Hygerta. Po të përshkruaj. Ajo u kthye nga të tjerët. Problemi nuk është se dikush luan lojë. Ky është një reality. Problemi është kur dikush e shet lojën si dhimbje reale. Alba uli syt. Për herë të parë, nuk kishte fjalë, Hygerta mori frym thellë. Publiku mund të mashtrohet për një natë. Ndoshta për 2. Por jo për gjithmonë. Ajo ul sërish. Qetë. Pa dramë. Pa lot, dhe në atë moment, Alba e kuptoi se roli i viktimës ishte më i lehtë për t'u luajtur se sa për t'u mbajtur. Dolce kishte hyrë në atë shtëpi me bindjen se do të ishte e fortë. Jo e ftohtë, jo e distancuar, por e vetëdijshme për çdo hap. Ajo e dinte që çdo derë e mbyllur kishte sy, çdo heshtje kishte jehon dhe çdo afrim interpretohej. Megjithatë, kishte gjëra që nuk planifikohen dot, ditët kalonin me një ritëm të çuditshëm. Ngadalë, por me peshë. Çdo mëngjes sillte një version paksa ndryshe të vetes, dhe çdo mbrëmje e kthente në mendime më të thella. Dolce filloi ta ndjente veten të ndarë mes asaj që ishte dhe asaj që pritej të ishte. Limi nuk u shfaq si dikush që kërkonte vëmendje. Përkundrazi. Ishte aty, i qetë, i vëmendshëm, gjithmonë një hap larg. Sikur të mos donte të prishte balancën. Pikërisht kjo e bëri të dukshëm për të. Jo fjalët, por mënyra si dëgjonte. Jo veprimet e mëdha, por prania, fillimisht ishte thjesht bisedë. Fragmente jete, mendime të përgjysmuara, net ku flitej për gjëra që nuk kishin lidhje direkte me ndjenjat, por që i afronin pa e kuptuar. Dolce e ndjeu gradualisht se po hapej, jo sepse duhej, por sepse donte. Një mbrëmje, pasi shurma e ditës ishte shuar, ajo mbeti vetëm në sallon. Dritat ishin të zbehta, kamerat të heshtura, ose të paktën kështu dukej. Limi u ul pak më larg. Nuk foli. Nuk kishte nevojë. Heshtja ishte e mjaftueshme, Dolce e kuptoi se kishte momente që nuk kanë nevojë për emër. Momente që nuk kërkojnë sqarim. Vetëm praninë e dikujt që nuk të shtyn, nuk të kërkon, por të lejon të jesh. Afërsia mes tyre u ndërtua si një rrugë e ngushtë,
hap pas hapi, pa nxitim. Një shikim që zgjaste pak më shumë. Një buzëqeshje që nuk kërkonte përgjigje. Një ndjenjë që nuk bërtiste, por që qëndronte, dolce shpesh mendonte për mënyrën si publiku e sheh gjithçka bardhë e zi, ndërsa jeta është gjithmonë në nuanca. Ajo nuk donte të ishte as heroin, as viktim. Donte të ishte e vërtetë. Dhe kjo ishte më e vështira, me kalimin e ditëve, tensioni nuk u rrit me dramë, por me ndjesi. Me ato momente të vogla që mbetën gjallë. Ajo filloi ta kuptonte se ndonjëherë lidhjet më të forta nuk janë ato që shfaqen hapur, por ato që ndërtohen në heshtje, një natë, ndërsa biseda u ndal dhe gjithçka u qetësua, Dolce ndjeu se diçka kishte ndryshuar brenda saj. Jo sepse kishte ndodhur diçka e madhe, por sepse ajo nuk po i ikte mendjesisë. Po e pranonte, ajo e kuptoi se kjo histori nuk ishte për famë, as për strategji. Ishte për një moment njerëzor, për një ndjesi që nuk blihet dhe nuk shitet. Për guximin për të qëndruar në një çast pa u fshehur, kur ajo u shtri për të fjetur, mendimet nuk ishin të zhurmshme. Ishin të qarta. Dhe kjo ishte e re për të. Nuk kishte premtime. Nuk kishte plane. Vetëm një ndjenjë që i thoshte se diçka e vërtet kishte ndodhur, qoftë edhe vetëm brenda saj. Disa histori nuk kanë kulm dramatik, ato nuk mbyllen me zhurmë, ato thjesht lënë një shenjë të heshtur, dhe kjo është mjaft. Dolce kishte hyrë në atë shtëpi me bindjen se do të ishte e fortë. Jo e ftohtë, jo e distancuar, por e vetëdijshme për çdo hap. Ajo e dinte që çdo derë e mbyllur kishte sy, çdo heshtje kishte jehon dhe çdo afrim interpretohej. Megjithatë, kishte gjëra që nuk planifikohen dot, ditët kalonin me një ritëm të çuditshëm. Ngadalë, por me peshë. Çdo mëngjes sillte një version paksa ndryshe të vetes, dhe çdo mbrëmje e kthente në mendime më të thella. Dolce filloi ta ndjente veten të ndarë mes asaj që ishte dhe asaj që pritej të ishte. Limi nuk u shfaq si dikush që kërkonte vëmendje. Përkundrazi, ishte aty, i qetë, i vëmendshëm, gjithmonë një hap larg. Sikur të mos donte të prishte balancën. Pikërisht kjo e bëri të dukshëm për të. Jo fjalët, por mënyra si dëgjonte. Jo veprimet e mëdha, por prania, fillimisht ishte thjesht bisedë. Fragmente jete, mendime të përgjysmuara, net ku flitej për gjëra që nuk kishin lidhje direkte me ndjenjat, por që i afronin pa e kuptuar. Dolce e ndjeu gradualisht se po hapej, jo sepse duhej, por sepse donte. Një mbrëmje, pasi zhurma e ditës ishte shuar, ajo mbeti vetëm në sallon. Dritat ishin të zbehta, kamerat të heshtura, ose të paktën kështu dukej. Limi u ul pak më larg. Nuk foli. Nuk kishte nevojë. Heshtja ishte e mjaftueshme, Dolce dhe kuptoi se kishte momente që nuk kanë nevojë për emër. Momente që nuk kërkojnë sqarim. Vetëm praninë e dikujt që nuk të shtyn, nuk të kërkon, por të lejon të jesh. Afërsia mes tyre u ndërtua si një rrugë e ngushtë, hap pas hapi, pa nxitim. Një shikim që zgjaste pak më shumë. Një buzëqeshje që nuk kërkonte përgjigje. Një ndjenjë që nuk bërtiste, por që qëndronte. Dolce shpesh mendonte për mënyrën si publiku e sheh gjithçka bardhë e zi, ndërsa jeta është gjithmonë në nuanca. Ajo nuk donte të ishte as heroin, as viktim. Donte të ishte e vërtetë. Dhe kjo ishte më e vështira, me kalimin e ditëve, tensioni nuk u rrit me dramë, por me ndjesi. Me ato momente të vogla që mbetën gjallë. Ajo filloi ta kuptonte se ndonjëherë lidhjet më të forta nuk janë ato që shfaqen hapur, por ato që ndërtohen në heshtje. Një natë, ndërsa biseda u ndal dhe gjithçka u qetësua, Dolce ndjeu se diçka kishte ndryshuar brenda saj. Jo sepse kishte ndodhur diçka e madhe, por sepse ajo nuk po i ikte mendjesisë. Po e pranonte, ajo e kuptoi se kjo histori nuk ishte për famë, as për strategji. Ishte për një moment njerëzor, për një ndjesi që nuk blihet dhe nuk shitet. Për guximin për të qëndruar në një çast pa u fshehur, kur ajo u shtri për të fjetur, mendimet nuk ishin të zhurmshme. Ishin të qarta. Dhe kjo ishte e re për të. Nuk kishte premtime. Nuk kishte plane. Vetëm një ndjenjë që i thoshte se diçka e vërtet kishte ndodhur, qoftë edhe vetëm brenda saj. Disa histori nuk kanë kulm dramatik, ato nuk mbyllen me zhurmë, ato thjesht lënë një shenjë të heshtur, dhe kjo është mjaft.